Gjykata e lartë ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Mario Çela dhe Sergej Hasanpapaj, duke rrëzuar rekurset e paraqitura prej tij. Vendimi është marrë në dhomën e këshillimit nga trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Ilir Panda, Albana Boksi dhe Genti Shala, të cilët vlerësuan se nuk ishte vend për ndryshimin e masës së sigurisë. Mario Çela, vllai i shumëkërkuarit Suel Çela, u arrestua në Belgjik me kërkesë të SPAK dhe më pas u ekstradua në Shqipëri. Ai përballet me akuza për organizime kriminale, armbajtje pa leje dhe korrupsion aktiv në sektorin privat. Sipas hetimeve të SPAK, Mario Çela ka pasur rol në koordinimin dhe menaxhimin e veprimtarive kriminale të grupit, duke përfshirë trafikimin e lëndëve narkotike, veprime korruptive, pastrim parash dhe ngjarje të tjera kriminale. Ndërkohë, Sergej Hasanpapaj u ekstradua nga Belgjika në muajin shkurt dhe akuzohet për përfshirje në vrasjen e Bledar Muçës, ngjarje ndodhur në vitin 2022. Ai është padhur në kërkim ndërkombëtar dhe ndaj tij është caktuar masa arrest me burg për vepra penale, vrasje me paramendim e mbetur në tentativë në kuadër të organizatës kriminale si dhe armbajtje pa leje. Të dy të pandehurit po gjykohen nga GJKK së bashku me 19 persona të tjerë në dosjen që lidhen me grupin kriminal të Suel Çelës. Sipas SPAK, organizata kriminale dyshohet se ka tentuar trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Ekuadori drejt vendeve europiane. Hetimet përmendin një tentativë për trafikimin e rreth 930 kg kokainë drejt Europës në fund të vitit 2020, si dhe një tjetër ngarkesë prej 466 kg drejt Holandës në janar të vitit 2021. Procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve vijon në gjykatën e posaçme, ndërsa hetimet e SPAK i konsiderojnë këto veprime pjesë të një strukture të organizuar kriminale me shtrirje brenda dhe jashtë Shqipërisë.